Me sa duket në botën e showbizit po ndodhen lëvizje goxha interesante. Njëri prej emrave të njohur ka vendosur të nënshtruhet një liftingu të fytyrës, ndërsa një tjetër është përballë me një të papritur. Çfarë shihet pas këtyre ngjarjeve dhe kush janë personat në fjalë? Të gjitha detajet ekskluzive i mësoni në rubrikën Na kanë thënë që. Na kanë thënë që Jehona Sopi ka bërë facelift dhe ne po ua konfirmojmë. Kjo nuk është thjesht një thashëthema apo një koment rastësor. Burime të sigurta kanë treguar se këngëtarja ka zgjedhur ta realizojë këtë ndërhyrje në Kosovë në një mënyrë tërësisht diskrete dhe pa zhurmë. Rezultati tashmë shihet i qartë në paraqitjet e saj të fundit. Tyra duket e freskuar, konturët janë ngritur delikat dhe pamja e saj ruan gjithmonë karakterin e saj unik. Ata që e kanë parë nga afër thonë se ndryshimi është i dukshëm, por natyral. Pikërisht ajo që çdo femër dëshiron kur vendos të ndërhyjë estetikisht. Jehona ka zgjedhur të mos flas publikisht për këtë hap, duke e lënë që transformimi të flas vetë. Për te çdo diskutimi, kjo është një zgjedhje personale që tingëllon kujdesin që ajo i kushton pamjes që të duket sa më rinore përkundër moshës së saj. Na kanë thënë që Eva Ndoja ka pësuar një lëndim në këmbë dhe ne po ua konfirmojmë. Ajo ka pësuar një lëndim në këmbë në dobor duke skijuar, sipas burimeve tona, dhe për këtë arsye ka qenë detyruar të shtyjë xhirimet e projektit që ishte planifikuar të publikohej para festave të fundvitit. Aksidenti ka ndaluar përkohësisht nga aktivitetet profesionale, ndërkohë që stafi i saj ka rinisur planifikimin e datave të reja për realizimin e xhirimeve të këtij klipi, momentin që Eva është e gatshme fizikisht. Eva, sipas burimeve, po kalon një periudhë rikuperimi intenzive dhe po ndjek terapitë e nevojshme për të siguruar që këmba e saj të shërohet plotësisht. Në këto rrethana, rikuperimi i Evës është prioritet kryesor, ndërsa publiku dhe fansat presin me padurim që ajo të kthehet në skenë, më e fortë dhe më e motivuar se kurrë.